A e morët fitimin? Jo. S'ka marrë asgjë. Asgjë vetëm mbi çon. A nuk i tha djalit që kjo është takuar si u bindët që do të merret? Po nuk e dinim që ishte gabur, ato kanë rros gjithë. Okej, mirë, ros. Më thuaj, do të thënë vetë ke tentuar të luash ndonjëherë? Jo, as nuk dim asgjë. Bilu habitëm, çfarë? Ju e dinit që kjo ishte një lloj Jo, ma si gjë. Kush e din, as kemi ngjur gjë, as si veprohet, as si hyn, as nuk dim asgjë. Ju jeni? Jam tezja djalit. Tezja djalit. Djali rinte shumë kështu në këto platformat? Po jo, ishte punonte, ishte kamarier, punonte. Kamarier? Po. Nuk dim asgjë. Keni marrë avokat vetë apo i ka caktuar gjykata? Nuk Jo, e ka marrë. Nuk keni caktuar, keni marrë vetë. Dëgjoj, ideja është këtu. Tani shumë njerëz mendojnë se të lozësh në internet nuk është ndonjë gjë, po ja që nga një gjë sepse që nga vepër penale. Domethënë, dini ju këtë gjë? Dikush duhet i lajmëronte që kjo është e palishme. Çfarë them? Do të kishte një oftim para praktikisht. Filim ne, nuk dim. Pse u arrestu çullin, edhe gjithë të punë. Nuk dim. Kishte koka më të madhe ka lozë gjithë drejtora, ekonomista gjithë din. Sa kohë ishte që kishte fut para djali juaj, që kufshinë të Po unë ja dhash lek, thash losi gjithë tjerë. Si kesh lek për vete? Nuk e di 2-3 muaj. Vish këtej ç'a do? Sa? Hec këtej. 2-3 muaj do. Nuk ka gjë,